Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, AMF, ka përgatitur një projekt ligj të ri për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, që do të parafrojë plotësisht legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Ligji i ri do të sjellë ndryshime shumë të rëndësishme, por megjithatë shumica e tyre do të hyjnë në fuqi vetëm pas antarësimit të plotë në BE. Projekt ligji parashikon rritjen në mënyrë thelbësore të limitit të përgjegjësisë ose vlerën limit që kompanitë duhet paguajnë për ngjarje sigurimi dhe person të dëmtuar. Kufiri minimal i përgjegjësisë që do të mbulohet nga kontrata e sigurimit nuk mund të jetë më i ulët se 6.45 milion euro për çdo aksident, pavarësisht numrit të palëve të dëmtuara, ose 1.3 milion euro për çdo person të dëmtuar. Kjo do të shënojë një rritje shumë të madhe në raport me limitet që përcakton ligji aktual. Megjithse limitet përfundimtare që parashikon ligji i ri do të hyjnë në fuqi vetëm pas antarësimit në BE, pritet që duke filluar nga viti 2027 të aplikohen gjithsesi rritje mbi nivelet aktuale të limiteve të përgjegjësive për ta bërë më gradual parafrimin me nivelet e Bashkimit Evropian. Limitet e ndërmjetme të përgjegjësive priten të përcaktohen në përfundim të procesit të konsultimit të projekt ligjit. Projekt ligji përcakton gjithashtu se kontrata e sigurimit të përgjegjësisë së përdoruesit të mjetit motorik për dëmet e shkaktuara palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti duhet të mbulojë, mbi bazën e një primi të vetëm dhe gjatë gjithë afatit të kontratës, të gjithë territorin e Bashkimit Evropian, përfshirë çdo periudhë gjatë së cilës mjeti qëndron në shtete të tjera anëtare, dhe të garantojë, mbi bazën e primit të vetëm në çdo shtet anëtar, mbulimin e kërkuar nga legjislacioni i tij ose mbulimin e kërkuar nga legjislacioni i shtetit anëtar ku mjeti ka vendqëndrimin e zakonshëm, kur ky mbulim është më i lartë. Rritja e limiteve të përgjegjësive dhe zgjerimi i zonës së mbulimit në rast dëmi do të sjellin kuptueshëm një rritje të fortë të primit të sigurimit të detyrueshëm të mjeteve, sepse ai do mbulojë edhe përgjegjësitë për dëmet që mund të shkaktohen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Projekt ligji përcakton se shoqëria e sigurimit mund të përdorë sisteme elektronike për lidhjen e kontratave të sigurimit me konsumatorët në përputhje me kërkesat e legjislacionit përkatës. Ky ndryshim parashikohet të hyjë në fuqi menjëherë pas miratimit të ligjit dhe nuk do të jetë i kushtëzuar nga hyrja e Shqipërisë në BE.